Tona të mira. Burrat e nunë shkës venit, po sa do grojnë bomba burrat se burrat. Djoli i nërshëm, unë problem më martu. Qikën e kujna me marrë. Se vetë i nërshëm, s'ku me gjithi. Qika e nërshme, qashtu unë është problem, si këtë djoli i nërshme. Edhe thashtim se të telefoni. Telefoni thu po, telefon ma 3-4 ja odha ju. A kur konë shqiptarë me unë, ta vetë i grunë, nëse ka qika e më në djoli. U ka lu pushka për moral. Unë e përre qatë qikë thonë se du. Shqipnis, vlaznit atje thënë, ka hi lekun shpirt, e në thujmë interesi. Vlavin se dëmë për interes. Përshëndetje miqemi, sot jemi arë në odën e Maliq Ismailit. Bata Maliq ka me nga të regu sot për odën e ti, rrëth odës që ti dhe krejt historisë e vjetër. Bata Maliq! A jeni këtu? O, hajtë bërëm. Mirë se erdhëm. Mirë se jo gjetëm, qyshe, a je mirë? Mirë se jeni jo. Mirë, faleminderit. Ka mundëmi me hy, kënej. Hajde. Pathi që tu. Mirë se vini, e pja që ti. Mirë se ju gjetëm, Bata Maliq. Nëzete paske, tona të mira. Burrat e nunë shkës venit, po sa do grojnë bomba burrat se burrat, e unë shmi edhe femnat. Apo thu që unë ullë që E pja që ti, pru. A pepe një qaj. Po ban, nëse ki, ban. Po mëre qaj e shka du, bire jasin ka. Këto je në karton. Me gjithë se dhe kartonët nuk jemi që shemi ka unë kartonarë. Se këtu një hej pa njashtë në të thirë, i kemi bon i kam, i kemi shni mërna. Ta është asë njashtë me kartonarët me zveti shkujnë. Po pse ka ndryshu koha që shto Bata Maliq? Pse ka ndryshu koha që Jo, shto? më tra, koha s'ka ndryshu. Kemi ndryshu njerëzit. Se koha, unë e kore mojnë men kohë babgjyshit, edhe të jeri, po dhe sa që ashtu, që kjo tokë, që kjo dilë, që kjo honë, që kjo borë, që kjo shi. Po ka ndryshu njerëzit. Ka ndryshu sepse Shqipnis, vlaznit atje thënë, ka hi lekun shpirt, e në thëmë interesi, ka hi interesi. Vlavin se dëmë për interes. Vlavin me mut, e shdu, edhe për ditë po mytën, për interes po mytën. Kërë ti, kërë për shemull, Atleri Dolin ka dhënë pare me vra, edhe ka organizu marme me këtë, me mytë grune vetë, që ja ka bon 2.000. Edhe ja ka bon atë tërtipin planin. E ta del aty në gjykatë, thët, une e kam grune vra, me une jam jetim. Po këta nuk ka legjë, asë nuk ka shëriat kësu. Se që si njerë shka bojnë, ndohet në kanëp me qitë. Me shëriat, qysh e ka bon dhe i për në qashtu. Me kanë shëriat i burgje nuk ka burgëthet. Une me të 14 i në piqabës shkurt, po polis me altisë për poshë atje. Kej, turë qesin për regulleshin punën me familje tonë, së regullohem në ata 1 milion, 2 milion vit për penjë regulleshin. Burra, grau, kej që manë, e në këtu ju, se polisin së respektojnë. Se ligji është, po njerëzit e bojnë ligjin, njerëzit e shkelin ligjin. Njerëzit pak ko që respektojnë ligjin, edhe bojnë të këqijat. Për çdo ditë. E qysh jënë denu ma heret këto raste, Agja Maliq ma heret, se tash kohën e fundit, kena pas shumë vrasje, kena pas shumë të këqija në mrena Kosovës. Tregom qysh u zbatu ma heret që kjo puna e dënimeve për njerëzit. Qëre, mas pari, këty një herë, plesht, ka po thënë alfabet për dhoti ka mësu, dhe u fali u bindë të dhoti. Sëtë nuk ka gati njëri që nuk di shkrim ledim, këtë dim shkrim ledim. Një shkollë të fillorë se këtë mes me krymë. Po, jemi largu prej islamit. Se islamin, bashkëkoronin e kom pone, dhe kom lezu 4 herë tash për 5 të shqip, thot Zoti fuqi plot, 3 librat e para për nga mera që e kom qunë, jenë kom për qatë ku. A koronin, unë e kom zbrit edhe unë e mbrojt më së bani marak. Asë i për nga mejt me delasistam, asë njësë unë e kom garantu. E na koronin se respektojnë. Na koronin e fëndujnë vetë. Tash gjamia po mushën gjëmon po mushën 40-50 vit. Po sa njerëzit janë jashtë gjamis, shqitore, për shembull institucionet punës që punojnë, dhe asë nuk falë asë 200 gjëmon. Ka dhe me punë të këqija që mirë për shembull, e që kjo i ka rrit të këqija, se prej besimit jemi largu. Tani pse na si shtet lajek, ama popli jemi musliman mbi 90%. Po musliman me të vërtet 100% jemi shumë pak respektuar. Tani ka dhe njerëz mjeri shëdhen gjamia. Falet e çdo gjë ban. Ai nuk ban namaz. Namazi që e ban hak për i Zot Zotit, ai njëri, kom lexuar vet. Namazi që e ban hak për i Zot Zotit, ai musliman thot, ai njëri pa marrë parasysh, ata thot e mbron Zoti për gjitha këqijat.
Ai që e bën sa për sy e faqe, veç më po, ai çdo gjë të keq e bën, pse nuk më shihen Allahit. E na duhet me ditë fejen tonë se vetëm ja feje e vërtet është Islami. Por na nuk duhet me urrejt vllaznin këtu shqiptar, as katolik, as ortodoks. Unë në qabe e kom shli një video edhe në YouTube, o zati më lukë para qabës, shqiptar, musliman, katolik, ortodoks, shiraj. Edhe pësysh se Zotë ja është i menin krejt e këthejhen. Se vallaj një e që se beson Zotin si duhet, për ti s'ka gjonë. Edhe familja prisht, edhe shteti prisht. Ja peshe shka përbonët, për çdo ditë. Jemi shokun e ti, 50.000 euro miki, unë ta bojnë tërtipi, ta bojnë planin me të faratin. E ta djegi me benzin gjenotën, e ta një pe e përgjegjin, po kalzëm ku e kalon me kajt. Aj me vujt e vunë, po është puna po shduke njerëz të kështu. Pse? Edhe po shtetin dikon. Çka po menon Axha Maliq që ka ndiku sot për sot që u prish, me një fjalë u prish rinia? Çka po menon që ka ndiku negativisht këto? Vallai negativisht është besim nuk ka në Zotin. Kur s'ka besim në Zotin, as e don gruan, as e don djalin, as e don vllavin, as e don kërkan. Po e don interesi, se harron Zotin. E harron Zotin të kap shejtani, edhe veç punqia bën. Anini e që qënë me të Zotit, dhe të la ilahe illallah, Muhammed e Rasulullah, ai nuk i bën të kesh as katolikit, as ortodoksit, as kërkujnë botesh. Anini e që nuk unë tama në islam, ai unë rejnë dhe fe tira, se fejnë dhe se respektar. Unë e kam shok katolik, që tu ka orë një këngëtar, katolik i mi knoq kejt në muslimani kom, nuk e kemi dalu, asaj, edhe ajo do shumë i knoqën për këtungët me mu. Edhe plët vinë shdo. Në një ditë një gazetare kom pos katolik, këtu, i shkon një madhë me trup, dhe ma djali mirë ty me kish pas. Edhe, po më tha, e kemi lëshu për i thash po vëllar, e kemi lëshu, në tanë në mënyrët e kemi lëshu. Se u zonë biseda për këta ndeqan që i dolen ju musliman dhe. Thash, një unë i musliman e kam unë si sebet. Tha dhe unë i krishter. Unë kishta s'ka hinë. Thash dhe kjo jemi, kur së falë. Me shkuni me thonë, pele në fejnë, e vështë shqiptar po e të banë, se i kom falë 5 kohë. A një njërë që së falë, s'ka shka thëtë. Edhe një njërë që ka hinë kishë, s'ka shka thëtë jam fetarë. Po menon Axha Maliq që po respektohen sot për sot familjarët me zveti, shoqënia me zveti, apo i respektojnë sot qysh ju i keni bo ma herët? Ju. Pse? Këtë basë sot valloj në këta me një dy, një shok e kom pat një arsimtar, edhe për tham një shok e ta po vjen, po shkojmë se ajo arsimtar jam kisha për dikajt. Edhe dollëm që atyn, po ju, larkë traditat kombëtare kemi ikë. Se traditat kombëtare, as të arabëve nuk afrohen me fejnë islamis si traditat kombëtare shqiptare. Na jemi shumë ofër me islam. Po që se respektojmë as ata. No, ka hup respekti, ka hup nera. Tashti nuk thot, për shembull unë, se unë në qytet nuk ha buk. Po mu zate me kam te kafe, hajde, po hom buk. Ja po pim kafe. A tjerë thënë, a pim kafe, a im hom buk. Si thot a him, ti s'ki drejt me him. Se aja unë pikpytje, pish po do me lagujen. A unë i ju. Këtu kur vi musafir, thamë bërëm këtu, edhe 2-3 se u frajshtun, 20-30 vetë, vinë tu li farë kankëtari, po që kësa li Bajrami, 12 natës me thonë, hajde, kë vjen. Se bajti Bajram Gjeliri, edhe Axha Gjelil, babgjyshi ti, 1968 kanë kënu në babgjyshi tem. A loj kam, ka se të fun kankë, 15 vjetim konë atëherë. Loj kam kankë të tyni. Sa herë njoft, sa herë mrena jove, e mbledh ti këto e bën të Valloj bimin për pora shpesh, po që tash pak ma rrallë. Se si morë për qapës, pak ku që regulluve e një unë i klimin në restorant, në hotel, tash jëmë bo ma mirë, pak ma rrallë. Që për Bajram, për shambull i polta, një aherë marketë me sali Bajramin e erdhem, edhe unë e lypë, tha, cëllën kongë po da. Tha, është vesh një kongë dita e Bajramit to, rëmë blocën. E që ato. Të bo vjerë Rahman Pagarushe për Suareke, se vinë do nomin. Po njëri që shtin, njëri që dhe këtë kongë ta zbon, po unë jam maj mirë, ata pinot zoti, nuk pile me orë në të unë. Po adi krastin që ka bon lukëtin, kur këmë shruotën, dhe Maliq Ismali përhajt këftu da. Ishallat mushet gjithë me musafir. I lo musafir të mirë, jo të që. Ju ka bo kabulla me të lija. Që u të mëllot ke për mu se për vinë gjithë musafir të mirë. Edhe këngëtarë, shahira, edhe burra më vinë burra të mirë to. Axha Maliq, kallëzon pak për kohën e sodit, për qikat e sodit, kallëzon pak qysh i shefti. A janë të njëjta që që keni pasë ju ma herë qikat e juve? Vëllaj bre bas, një punë po thamë se e kemi shumë pritën, e kemi shumë udhën gjithë, moshka e femna, që i ka e djenë.
Tashti, djali i nërshëm, unë problem më martu. Qikën e kujna me marë. Se vetë i nërshëm, s'ku me gjithi. Qika e nërshme, qashtu është problem, si këtë djali i nërshme. Ka të sunë zatete i nërshme të nërshme. Edhe tashti më setë në telefoni. Telefoni thu po, telefon matri këtë dja o dha ju. E pse po menon që po vjen puna te ju? Pa e njoft hala mirë Se njëri tjetrin. nuk ka moral, nuk ka dignitet njerëzor, nuk ka edukat familjare. Për shembull baba, nuk e dim ku e ka djalin qikën sot. Mu më që njoni më sitë të njoni, apo shkën të filoni, para do vjetë, thash pu. Kur shkova, ata e njëfsham. Tha, po, ma lishesh prit pak, hetë shkoj të gruja, ta vej të gru nëse ka qika dikam. Ja, vallahi, thash ishtë në shkap, se unë e përrej që atë qikë thoni se du. Edhe për që atë ja unë se baj malë, ditën e mi jë, heca. A kur konë shqiptarë me dhënë, ta vej të gru nëse ka qika e më në djallë. Po ka lu pushka për moral. Sur ta o gjallartë, ja kishë morë gru në këtina, këtë e ke unë e se vraj ata. Po këta dë gjallartë në dytë, edhe nuk ka ligje, nuk ka shëriat. Se këta dëtë edhe të dy femnat dojnë denu, me shëriat. Tëni nuk bënë të qia. Po me këta, bashkë së do në Ferizaj, thëshin që shpe një lusë islami. Islami nuk një lusët, Korani nuk një lusët, sepse ka garantu Zoti. Ta e një lusën vetë vetën. Po, pa besim të thënë, që feja islami që bënë, se feja s'ka përina, feja unë Koran, mere Koranin lexo. Edhe mëse këshur tjetin, sepse në hoxha e me dhe vejson, asë nuk është, pejgamberi nuk është, i bën gabimet. Do i bën me qëllime, do me pa qëllime. Këta që i kanë bën kështu, do me konë shëriat, do me konë ligje i fort. Të rak, mo nuk bojnë ashtu.